Hej, o djele Hanzen këtë dhe, nën Kosovën ku kam le, ku e në rovas pari hapin, ne këto shkrepa të përgjakun, kam pi ujt e kësaj toke, bashk me lot e nanës loke. Në ramenin 25 gushtit, Destani ka marrë 3 kushenit ton, ushtar që kanë qenë aty zëkoll. Nuk e kam ndërmend me përmen emne, po çka të mbjen nërmend do t'i përmeni. Ka qenë Sadik Zekolli, Shefket Zekolli edhe Mërtes Zekolli, ushtar. I ka marrë, ka shkojmë filan vend, në bërë të Recep Goraziut, një mësus ka qenë, është gjallë regja. Se kam pa ditë, kanë gju, kur kanë qenë këta poshtë me skadrën, i kam pa që kanë gju shumë policia serbe në atë pjesë. Edhe mos ka qenë Bislimi që aty. Kanë shku, kanë 10 natës, e kanë gjetë Bislimin. Ka qenë komplet në këtë pjesë i qanë, armën pushk gjysmë automatike 10 që kemi ta, e kemi sot vetëm një plom me kamerana, 2 bomba, njëna është e pakërsin, do më thonë ka pjesën e dëmtoni, po që është, revolja edhe një thikë, do më thonë që edhe Bislimi. Kanë shku në shpe, kanë marrë një dert, një dhome, kanë marrën pjesë kazma ka të një, dhe kanë shku, se pjesë janë vërrejzët e zëkollëve, kanë vërrosën. Tanë natën, edhe ka e vërrosëm, tha natën gjush në policia, të mendu që janë të qeli stikame. E kanë vërros Bislimin, familjen që kemi pas 30 antara ma shumë i ka, në atë kohë tash jemë dhe ma shumë, i kemi pas të dajtë në Kravassari, në mëngjes ka shku Destani edhe i ka tregu nanës që Bislimin e kemi gjetë, e kemi vërros, edhe ka arë në spital, më ka pa mu bashkë me ata shokë dhe shumë tjerë që ishëm, spital është tarak në Pagarush. Edhe ka hi shumë i qetë, me arë në krah, ka në 10 mëngjes, në pyti që shine e një ma mirë. Pe pyt në të shok, ta ke marrë vesh diçka për Bislimin, tha po, kemi vërros, pra me kemi gjithë filan vend, e kemi vërros. Lavdi, qovë gjithë lavdi, edhe të është, shka ishë në plagos në të, ishë me një salon, ishë një 20 vetë, dikona ma shumë. Po më ngushtlojnë mu, s'ka nejtë ma shumë se 5 minuta, Destani tha heson për blacë. Kam qenë me një shtëpit një familje krasniqi shumë, familja detare. E kam kërku një qifteli, si ka shku Destani. Se jam edhe rapsad. Se e pas që shokët pak o mërzitën, edhe kam marrë një qifteli, jam ullë, kam knu, rrafsh 2 orë. Shtrohet pyetja pse kam knu. Të mësu histori, të ndëgju ndodhi, gjitha ato, të prindet tanë, babalarve tanë, pleqve tanë, mësusëv tanë, profesorëv tanë, historianëve, ishte hera e parë që populli jonë u mobilizu i madhe i vogël me luftu për vete, sepse ne kemi luftu edhe për të hujt. 25.000 shqiptarë kanë ra në vitin 1913-1915 në luftën e Çanakkale. Në kanë ra për ish Jugoslavi, sa djemt, deri në Span kanë shku me luftu. Ishte hera parë që luftonim si popull të gjithë territori i Kosovës. Jo si në kohë të Zembetës, veç një pjesë. Edhe kam knu 2 orë. Këngën e parë që kam knu, djele Hanzen këtë dhe.
në Kosovën ku kam le. Hej, o djele Hanzen këtë dhe, në Kosovën ku kam le, ku e në rovas pari hapin, ne këto shkrepa të përgjakun, kam pi ujt e kësaj toke, bashk me lot e nanës loke. Ka qenë një plak baba ju Goraziut, se rike me neve, se u ka qenë në synë, dy sytë. Shumë ranë ka qenë. Në djesë pas, ka qenë një përkras i lotës që ka pas 2-3 dje moshtarë bashkë me neve, për panimin e ukën. Kanë kontribu si familje shumë. Mbas se fer rike aty me neve. Edhe kërë më kanë dëgju të kënu, ka dalë poshtë dhe të full me do njësë. Ka thonë, le që ju vra vlau. Kjo plagu. Po ndoket edhe sa është mirë atër, nuk sa në të kënu me qëtë e li.